Të dashur miq të mam, vim pas pak me naturopatin Alken Aliu, I cili është pjesë ekskluzive e Zen House. Dhe sigurisht që do të flasim shumë për sa I përket një teme e cila prek shumë për 1000 ditët e para të një bebit, një fëmije I cili nis që prej fillimit mendimit të konceptimit të bebit deri në moshën 2 vjeçare, po sigurisht që do flasim për vaksina, do flasim për antibiotikët, duke I kuruar në mënyrën sa më naturale të mundshme ashtu si kundër kemi edhe naturopatin Alken Aliu, I cili do të vi pas pak shumë të tjera. Do flasim përpara se një falënderim special shkon për Efiza dhe Dinorius që janë pjesë e rrugtimit ton dhe pa diskutim ju që na ndiqni në mam dhe ju lutem bëni subscribe në kanalin ton për të informuar me çdo video dhe çdo gjë që del në faqen e Orindauta. Në 6 ginekolog, në 6 kontrole, shpresa ishte 0. Me një AMH 0.1, do me dhe në in vitro I kishte shpresa 0, pas ekzaminimeve duhura dhe zbatimit të protokollit, do me dhe rezultatet ishin fantastike dhe jo në sot është me fëmijë. Mirë se vini. Sot do të flasim për 1000 ditët e para. 1000 ditët e para që përcaktojnë fatin shëndetësor të një njeriu, që prej konceptimit, që prej fillimit mendimit për të konceptuar një bebe deri në moshën 2 vjeçare. Flasim me naturopatin Alken Aliu, kam kënaqësinë ta kem në studio, edhe sigurisht do të flasim për sfidat e infertilitetit, për 1000 ditët e para ashtu si kundër folëm, por edhe për vazhdimësim, për çfarë na duhet, le të themi përballjen midis atyre që ne kemi çdo ditë në përditshmërinë tonë sa I përket edhe kimikateve, por edhe mjekësinë konvencionale apo jo, kështu që për gjithçka do të flasim sot me Alken Aliu në studio. Ne mam kënaqësi të kam. Gjithashtu kënaqësi dhe për mua. Dhe të kapim pikërisht këtë temë, për cilën flitet, por ndonjëherë nuk kuptohet çfarë janë realisht ato 1000 ditët e para. Edhe përpara kësaj është edhe ajo sfida e madhe që ne kemi me infertilitetin, përballja e madhe që duket sikur e kemi shumë vitet e fundit, e duket sikur sa vjen e do vihet të rëndohet më shumë situata. Si e keni ju në këtë përballje, në përditshmërinë tuaj, mendimin tuaj sa I përket kësaj? Infertiliteti sot është bërë një nga temat më eminente, më bashkëkohore në shoqërinë, jo vetëm shqiptare, por dhe botërore. Që nga termi infertilitet do thot pamundësia për të ngjizur, qoftë nga aspekti një femre, qoftë nga aspekti mashkullit, sepse një femër që I pamundsohet pavarësisht dëshirës për të pasur një shtatzani dhe dështon në këtë lloj tentativa, këtu kemi të bëjmë me infertilitet që lidhet domosdoshmë drejt për drejt me pjesën femërore. Por I njëjti problem ekziston edhe te mashkulli, kur një mashkull I pamundsohet domosdoshmë që të ketë edhe ky domosdoshmë një shtatzani brenda çiftit. Infertiliteti domosdoshmë po përhapet shumë për shkak është multifaktorial dhe duhet parë në shumë dimensione, në shumë drejtime. Pra ju si naturopat, e shihni më shumë në aspektin gjenetik apo është thjesht një revoltë e trupit, skarshi, ambientit apo çfarë do gjë rrethanave, le të themi edhe çfarë hasim ne në sfidat tona të përditshme në klinikë dhe me pacientë shikojmë që më së shumti dhe përqindja më e madhe janë faktorët ambiental dhe një stil jo I shëndetshëm, domethënë mënyra e ushqyerit, por edhe problematikat e tjera që nuk kanë lidhje vetëm drejt për drejt me ushqimin, por edhe me kontekstin e jetës, sepse njerëzit sot jetojnë në qytete, në ambiente të ndotura, ku ushqimi që ata ushqehen çdo ditë është I modifikuar, nuk është natyral, është me pesticide, me herbicide, I modifikuar gjenetikisht dhe në tilla raste një ushqim I modifikuar I pamundson një trupi të shëndetshëm të jap ato mineralet e duhura që I duhet për të funksionuar siç duhet, sepse një dietë e varfër do thotë një funksion I sistemeve të organizmit jo në balancat e duhura, por edhe një sistemi hormonal I zhbalancuar, gjë që çon pasi në problematika të ngjizjes. Te shumë femra, sot domethënë që po e hasim shpesh infertilitetin, shikojmë që kanë diagnoza
të komplikuara siç është vezorja polikistike, që është një nga shumë në fakt. po, domethënë është një nga faktorët kryesor që i pamundson një çifti për të pas shtatzani. Dhe po ta shikojmë si problem, çfarë është vezorja polikistike, është një sindrom që kemi të bëjmë me një rezistencë ndaj insulinës, dhe kjo vjen për shkak të ushqimeve që janë të pasura me karbohidrate, nivelet e larta të sheqerit, ushqimet e modifikuara, vajrat e hidrogjenuar, ushqimet që janë të kontaminuara me toksina të ndryshme, dhe për shkak të kësaj trupit i pamundsohet që të procesojë siç duhet nivelin e duhur të glukozës, dhe ky çon në rritjet e insulinës, dhe vetë insulina tepër në organizëm ka një impakt negativ mbi sistemin hormonal të femrës. Pra, kur ju flisni në këtë pikë, më falë që po të ndërpres, sa i përket PCOS-s, ju mendoni që është diçka e shtuar më shumë kohët e fundit, pra në raste që janë shtuar më shumë kohët e fundit, pra nuk kanë ekzistuar kaq shumë më përpara dhe janë shtuar për shkak të rrethanave dhe rrethana ambientale, pra më shumë? Sot vezorja polikistike po haset në mosha shumë të hershme. Domethënë biles tek fermat po hasim që në moshë të adoleshencës, e cila shoqërohet me çrregullime hormonale, me ndarjen e niveleve të hormoneve jetike, siç është niveli i progesteronit, që është shumë i rëndësishëm që një femër të ketë një sistem hormonal funksional dhe të ketë një mitër të shëndetshme për të arritur që të ngjizë një fëmijë. Qartë. Kështu që ky lloj problemi, duke qenë që po bëhet kaq eminent, është i lidhur domosdoshmë me të dy faktorë, si me inflamacionin kronik, si me toksinat, por si me edhe deficienca dhe mungesën e kulturës në mënyrën të ushqyerit, sepse shumë të rinj sot rendin pas ushqimeve të shpejta. Fast, po, e vërtet, po procesuara, po, e vërtet. Vezorja polikistike është sindrom dhe nuk shoqërohet e vetme në organizëm, ajo është e shoqëruar gjithmonë problematika të stomakut, të sistemit gastrointestinal, të sistemit imunitar, të infeksioneve kronike, të mos funksionit të daljes jashtë normalisht, të zhbalancave të tiroidit, të deficiencave të vitaminës D, të vitaminës B12, të zingut, është multifaktoriale dhe si e tillë është e vështirë dhe duhet adresuar në sistem për të arritur që ti të kthesh balancat e duhura dhe pastaj për të arritur që më vonë për të planifikuar një shtatzani dhe ta lidhim me të pjesën e 1000 ditëve, që para se të shkojmë në këtë pikë, është shumë e rëndësishme paraprakisht që ne ta përgatisim organizmin duke bërë një ekzaminim të detajuar të gjitha të plotë të këtyre problematikave që ne po përmendim në këtë moment. Infertilitet pa shkak, sepse këtë gjë e dëgjojmë rëndom, edhe pasi ke bërë analiza pafund, analiza që jepen, le themi bazike sa i përket, le themi një marrëvajtje, një shtatzanie të suksesshme, sa si të grua, sa si të burrit, ti ke bërë të gjitha, ke dalë shumë mirë, po sërish ti nuk mbetesh shtatzan. Ju si çift nuk mbeteni shtatzan. Në klinikën tuaj keni pasur raste dhe për më tepër si është ndërhyrja juaj si naturopat në këtë pikë dhe çfarë kërkoni më tepër? Infertilitet pa shkak në përgjithësi nuk është se është qëndron shumë si term. Ekzaminimi nuk është bërë i dur, interpretimi nuk është bërë i dur sepse asnjë gjë nuk ndodh rastësisht në trupin e një personi. Faktorët gjenetik në të tilla raste janë minimaliste, por edhe në situata nga më të komplikuara, në praktikën tonë përditshme, në momenti që bëjmë adresimin e dur, bëjmë ekzaminimin e dur, bëjmë interpretimin e dur, e shikojmë në thellësi, gjejmë shkaqet e problemit, rezultatet vinë spektakolare. Po cilat janë konkretisht? Sepse për shembull, unë që të konceptoj një shtatzani suksesshme, unë shkoj, pra, le të themi paraprakisht, përpara se të nis mendimin për një shtatzani, unë do të bëj, le të themi, analizat hormonale, si janë, si të gruas e si të burrit njëkohësisht, pra ato që kërkojnë përgjithsisht ginekologët, kur ti nisesh edhe tua kanë filluar të mendoj për të rritur familjen tonë. Dhe pasi bën këto analiza ti del që i ke gjithçka në rregull dhe fillon puna. Për të arritur konceptimin, nuk ja del 6 muajt e para. Ginekologën përgjithësi e ngushtojnë pak rrethin sepse përqendrohen vetëm te pjesë e sistemit hormonal. Kurse në praktikën tonë ne shikojmë pak më gjerë. Çfarë kërkon ti në këtë rast? Ne bëjmë një çek total të organizmit, domethënë që çeku jon përfshin të gjitha sistemet njëkohësisht, sistemi hormonal, sistemi imunitar, sistemi tretës, sistemi endokrin, deficiencat, zhbalancat, inflamacionet kronike, domethënë toksinat e ndryshme, bëjmë testin e metaleve, shikojmë ngarkesën toksike të trupit. Trupi sot përballet me pesticide, me herbicide, me plastik, me radiacion, është multifaktoriale. Bilës një nga
Gjëra specifike ne harrojmë që është dhe një pH, për shembull në shumicën e rasteve ngelet i pa adresuar, sidomos te pjesa e femrave që quhet pH-i vaginal. Nëse ne kemi të bëjmë me një trup të shëndetshëm, por ky pH është acid, i pamundsohet e vret dhe nuk e lejon deportimin e spermatozoidëve për të shkuar pastaj për të bashkuar me pjesën e vezëve dhe për të ndodhur, sepse edhe te pjesa e spermatozoidëve, ky lloj ambienti i vështirë bëhet sepse edhe vetë spermatozoidi sot në kohët moderne nuk është aq mjaftueshëm i fuqishëm dhe i shëndetshëm për të mbijetuar këtij realiteti dhe për ta çuar misionin e vet deri në fund. Kjo është një tjetër le të themi që dhe përgjithsisht deri ku kanë arritur në eksperiencën tënde personale, kur ti ke marrë një rast në dorë të këtij lloji, le të them që doktori më shumë mirë në të dy dhe kështu që s'ka bën. Eksperiencën tënde personale, deri ku keni mbërritur për ta kapur ti që ka diçka që nuk shkon në këtë pikë dhe se si mund të rregullohet. Në eksperiencën tonë dhe në raste ku pothuajse nuk ka pas shpresë dhe në mosha biles kemi një nga rastet suksesi që ishte një femër 42 vjeç dhe sot e ka fëmijën 3 muajsh. Ishte fëmija e parë dhe tentativa e parë pas një shtatzanit më parshme, në 6 ginekolog, në 6 kontrole, shpresa ishte 0. Me një AMH 0.1, domethënë dhe në in vitro i kishte shpresa 0, pas ekzaminimeve të duhura dhe zbatimit të protokollit, domethënë rezultatet ishin fantastike dhe jo nën sot është me fëmijë. Pavarësisht se historia është interesante, i thash duhet presësh minimumi 3 muaj, me që trupi të bëj një recover të plot, një rigjenerim të plot, një detoksifikim dhe një balans. Nga të dyja palët. Nga të dyja palët, gjithmonë domethënë ajo që unë e kam vendosur si kush sot në kohët moderne kur vjen një femër i kërkoj domethënë bashkërisht që të ky lloj misioni të jetë i përbashkët. Mund të mos jetë një mision individual, sepse sot kultura, shoqëria shqiptare ka pak tabu këtë pjesën e mashkullit, sepse meshkujt gjithmonë na dalin të shëndetshëm dhe gjithmonë faji na del te femra, por realisht po na duket që apo ndodhe kundërta më shumë? Po ndodhe kundërta, por që po e lëm 50-50 dhe gjithmonë domethënë kur është një mision i përbashkët duhet të zhvishemi nga mentalitetet. Shumë e rëndësishme. Tentoj muajin e parë, ngeli shtatzan që në muajin e parë. E dështoj. Sepse u përshpejtua. Pastaj e bëri edhe vazhdoi, ngeli herën e dytë dhe shtatzania pastaj dhe në shtatzani vazhdoi protokolli, shtatzania ishte shumë e shëndetshme dhe lindja dhe sot janë në një situatë jashtëzakonisht shumë të shëndetshme. Dhe meqense pa shkuar në fakt tek pjesa e burrit dhe protokollet e tjera që ju ndiqni për shaj të ketë një marrëvajtje të shëndetshme dhe për një shtatzani të suksesshme, duhet ndalen pak edhe tek pjesa e gruas sa i përket AMH-s. Çdo ditë më tepër shohim një rënje të AMH-s së grave këtu dhe cilësisë fertilitetit njëkohësisht. Por nga ato që shkruan, nga ato që thuan, qoftë nga mjekësia konvencionale, thuhet që nuk kemi mundësi për një rritje të AMH-s në momentin që bie, dhe në bie mund të kemi një moment që të rënje drastike, le të themi, edhe ne nuk e dim kur bie ajo AMH, në çfarë kohe bie ajo AMH, mund të bie për 2 muaj, mund të bie për 3 muaj, mund të bie sot për nesër. Kemi gjithmonë këto teoritë sepse ne kur shkojmë përpara mjekut, po si kur se ishte kaq, ku shkoi kaq. Të gjitha këto, po a kemi një mundësi, le të themi, ndryshimi të një AMH-je në momentin që bie plotësisht? Në praktikën tonë, domethënë ndryshimet kanë qenë spektakolare sepse antimileriani ka të bëjë me rezerva, domethënë me aftësinë e një femre për të prodhuar vezë të shëndetshme. Kanë ardhur raste nga më të ndryshme dhe me një AMH jashtëzakonisht shumë të ulur dhe në një kohë rekord. Për shembull, me një AMH 0.1, 0.2 brenda muajit i ka shku 2. Si ka mundësi? Sepse kjo ka të bëjë me efektin anti-age në organizëm. Nëse ne kemi deficienca të elementeve specifik që krijojnë efektin antiplake brenda organizmit tonë në qelizat tona, jo vetëm në pjesën e sistemit hormonal, trupi në momentin që ti ja mundson këto komponent ka një efekt, një aftësi të jashtëzakonshme për të bërë recover. Për të bërë rigjenerim. Se këtu kemi të bëjmë me 2 komponentë. Në radhë parë trupi është i kontaminuar dhe këto toksina, këto inflamacione, këto metale, këto plastika po e plakin sistemin më shpejt se sa duhet plaket normalisht sipas orës biologjike dhe deficiencat njëkohësisht dhe mangësitë nutricionale, domethënë që po të evidentohen, po të ekzaminohen dhe po të adresohen në momentin që ne ja mundsojmë prapë organizmit, aftësia e tij për të bërë rigjenerim është fantastike dhe ne jemi mahnitur nga raste kur vetë ginekologët i kanë thënë as në in vitro nuk e arrim dot dhe këto çifte kanë arritur në një kohë 1-2 mujore maksimumi 3 natyralisht. Natyralisht dhe kjo dhe në eksperiencën tonë për të parë aftësinë e trupit njeriu
dhe vetë ne nuk I kemi imagjinuar këto rezultate kaq fantastike dhe këto janë raste konkrete, nuk janë raste teorike dhe po I marrim dhe po I sjellim këtu thjesht për t'i treguar si shembuj të bukur, por janë njerëz që domethënë raste që flasin, po. Dhe pikërisht për këtë tua të flasë, sepse normalisht njerëzit që na shikojnë janë shumë të interesuar, janë interesuar për këtë gjë, sepse tremben çdo ditë më shumë, çfarë ka më hëja, po ndërkohë kur ti flet për rezervën ovariane, për vezorët që ti flet për një grua e cila I ka këto vezë që në barkun e nënës. Dhe le të themi në pikpamje teorike ti thua po si u shtokan këto vezë, sepse është shtimi I vezëve në momentin që është, sepse nuk është cilësia e vezëve, se cilësia e vezëve është një gjë tjetër. Kthehet sistemi në funksion, një sistem I komprometuar nuk prodhon. Një sistem I shëndetshëm prodhon normalisht. Dhe ne këtë I mundsojmë sistemin që ai të marrin komponente dur, të çlirohet nga kjo pengesë dhe ai të fillojë të kthehet në funksionin e vet. Kjo koha biologjike që domethënë që kemi të bëjmë pastaj me epigenetikën, dhe epigenetika ka të bëjë me shprehinë e genit, që do të thotë një femër ka një kod gjenetik në memorinë e vet se kur fillon një premenopauzë ose një menopauzë, por ato çfarë ne po hasim në ditët e sotshme nuk kemi të bëjmë me një orë biologjike në aspektin gjenetik dhe po na ndodh kjo premenopauza në mosha 45, 50 vjeç dhe 55 ka qenë traditë në Shqipëri në shoqërinë tonë të shkuar. Sot ne shikojmë një premenopauzë në mosha 30, 35 vjeç dhe këtu nuk kemi të bëjmë me faktor gjenetik. Këtu kemi bëjmë me faktor të jashtëm ambiental por edhe të stilit jetesës, që momenti që këtu adresohen, ndiqen protokollet e dura, ndërtohen protokollet e dura, bëhet detoksifikimi, bëhet rigjenerimi, bëhet rregullimi I stilit jetesës, jo vetëm një faktor, asnjë gjë nuk bësh game changer dhe të bëj një ndryshim spektakolar në momenti që ti I thu një pacienti merr këtë gjë dhe ai do ndodh çudia. Momenti që ti ndërton një stil jetese për të, me të gjithë komponentët dur, si duhet jetojë ai person, si nga jashtë dhe nga brenda, atëherë vërtet do rezultatet vinë mahnice dhe të shkëlqyera. Dhe për të kaluar pastaj te pjesa e spermës, keni një protokoll ju në Zen House, të cilin mund ta rregulloni këtë pjesën, le të themi, të burit, edhe sepse ajo është një tjetër aspekt që ndikon. Pra normalisht edhe keni një protokoll ju që tek edhe te pjesa e meshkujve ka dy gjëra, domethënë. Ka një pjesë të meshkujve që kanë problematika gjenetike. Ka një numër të reduktuar 300.000 ose më pak se 1 milion. Në tilla raste ne për këtyre personave nuk mund t'i premtojmë që ne mund t'ja çojmë në nivele normale, sepse problemi I tij është gjenetik. Kemi një situatë tjetër kur problemi I tij është mekanik, ku në rininë e vet ai mund të jetë përballur me një traumë, me një temperaturë të lartë, me situata specifike që e kanë detyruar që ky të krijojë një numër goxha të ulët dhe këtyre I pamundsohet që të shkojnë në një numër normal, por I mundsohet që atë që kanë ta kenë cilësor. Dhe në një situatë pasi in vitro merr spermatozoidi dhe këta çifte mund të gëzojnë. Domethënë një fëmijë të shëndetshëm dhe të ngjizet dhe të krijohet shtatzania. Kemi një situatë tjetër kur për faktor specifik e zëm numrin minimal ku mund të arrihet një ngjizje natyrale që është 15 milion, I gjejmë shumë meshkuj me shifra 2.5, 3, 5. Po, shumë pak dhe bilës një pjesë e madhe, një përqindje e madhe atyre ose janë pa kokë, ose janë pa bishtë, ose janë të deformuar, ose janë jo të fuqishëm mjaftueshëm këtyre personave. Momenti që ne I fusim protokolle në kohë të shpejta, të arrin shifra cilësore dhe do më arrin të kemë pas edhe mundësi për që çifti të ketë shtatzanin natyrale. Natyrale, të shëndetshme. Në tilla raste ndërhyrja në të gjitha rastet që ne kemi hasur ka qenë fantastike. Domethënë të gjithë meshkujve me këto lloj problematika, momenti që marrin dhe ndjekin hapat e duhura dhe janë bashkëpunues në këtë lloj drejtimi, rezultatet janë nuk ka rast që të mund të dështojmë nëse ekziston dëshira dhe durimi njëkohësisht, se nuk ka një gjë që vjen për një kohë, një të rënë gishtit edhe u krye. E vërtet. Por sipas jush, pas sa kohë një çift duhet drejtohet tek ju? Përpara se të drejtohet në IVF, përpara se të drejtohet le të themi në varësi të ekzaminimeve alternativa të tjera. Në varësi të ekzaminimeve që bëjnë dhe të smundjeve kronike që kanë dhe smundjeve shoqëruese, ne vendosim dhe kohën që I duhet trupit, sepse çdo njeri në organizmin e vet ka një kohë biologjike, që kohën e rigjenerimit të sistemeve të qelizave e kanë në memorinë ADN-së së tyre, nuk e përcaktojmë ne. Dhe në varësi të problemit dhe sa I vjetër është problemi, I vendoset dhe koha që I duhet ndjekin për të rikuperuar dhe për të po ja, është një çift që po të sheh ty tani në këtë moment. Dhe është duke menduar për një shtatzani. Duhet vi tek ti
apo duhet shkoj, domethënë duhet të ketë të dyja ginekolog dhe ti Shko, njëkohësisht? ne Si gjithmonë funksionon? ne gjithmonë bashkëpunojmë dhe me ginekologun, sepse ne nuk mund të bëjmë nuk mund të marrim kompetencat e një ginekologu. Ginekologu ka punën e vet, ka profilin e vet, e bën në mënyrë profesionale, mund të jetë shumë kompetent për atë që bën dhe koordinimi të dyve është ajo që bën game change, do të që bën ndryshimin. Pasi ka bërë ekzaminime si të femra dhe të mashkulli, vinë mund t'i kërkojmë analiza ekstra për të bërë dhe një vëzhgim më të thellë, më të detajuar për gjetur rrënjët e problematikës dhe kombinimi të dyve. Për shembull, ne nuk mund t'i mohojmë një femër dhe të pretendojmë që mos shkojë bëj një eko ginekologjike, që ajo të adresoj problematikat strukturale, siç janë miomat, endometriozat, vezore polikistike. Për këto probleme që po flasim, është ginekologja ajo që bën dhe vendos diagnozën. Pavarësisht dhe ne në këto lloj situatash vim në ndihmë me ekzaminime ekstra dhe me një diagnozë më specifike dhe me një protokoll më të detajuar se si ne të bëjmë rikuperim dhe rigjenerim në të tilla raste. A bini ju ndesh shpeshherë në formën e mjekimit që jep ginekologu dhe le themi si i mbushni mendjen pacientit në këtë rast? Në përgjithësi ginekologët përveç këtij ekzaminimi, kurimi pastaj është simptomatik. Duke stimuluar në mënyrë artificiale organizmin tonë. Për trupi jo nuk është kimik, nuk duhet stimuluar. Momentin që ne i gjejmë shkakun, momentin që ne adresojmë origjinën e problemit, dhe i shtrojmë rrugën, ai di të ecë në mënyrë perfekte. Dhe puna jonë dhe misioni jonë ky është që ne të gjejmë origjinën e problemit, ku ka startuar, jo ta stimulojmë. Trupi funksionon në mënyrë perfekte dhe i bën detyrat e veta perfekt, më mirë se çdo mjek me i zgjuar në botë, momenti që ti i krijon kushte të favorshme. Ti i pengesën, jepi ushqimin e dur dhe ai të falenderon pafundësisht. 1000 ditë e para, ai blueprinti i 1000 ditëve e para që është kaq i rëndësishëm për të gjithë. Qoftë për mjekësinë konvencionale, që për ju njëkohësisht si naturopat, njëkohësisht është shumë e rëndësishme. Dhe a është ky momenti që shkruhet fati shëndetësor i bebit, fëmijës, i të ardhmes, dhe kaq i rëndësishëm. Siç ne e përmendëm dhe në çiftet që nuk kanë problematika dhe planifikojnë, gjithmonë është shumë e rëndësishme që të vinë të bëjnë një konsult, bëjnë një ekzaminim, të evidentojnë problematikat që kanë, deficiencat që kanë, toksinat që kanë, zhbalancat që kanë në organizëm, sepse një trup i shëndetshëm do ketë një shtatzani të shëndetshme dhe fëmia do lindë i shëndetshëm. Një trup i pashëndetshëm, shtatzania do jetë e pashëndetshme dhe fëmia do jetë me problematika specifike. Kështu që gjithmonë kapja në kohë. Dhe po flisim edhe për jetën moderne, ku mundësia për tu kontaminuar është kudo, në ujë, në ajër, në tokë, në ushqim. Ne folëm për radiacionin, folëm për plastikën, folëm për heavy metal që të gjithë Këto janë ato vrasësit e heshtur Jo vetëm vrasësit e heshtur, janë këto që nëse ne nuk i kapim në kohë, nuk i nxjerrim në kohë, nuk i detoksifikojmë dhe nuk i para se ne të ngjizim, problemi nuk ngel vetëm tek nëna ose vetëm tek baba, por problemi kalon tek fëmia dhe pasojat vazhdojnë pastaj në kohë dhe çifti i vuan këto pasojë momenti që nuk merr hapat e duhura paraprakisht. Kështu që është shumë e rëndësishme që rikuperimi, detoksifikimi, balanca e parametrave, qoftë edhe në elementit mineral, qoftë edhe në aspektin e vitaminave, se nuk janë element të thjeshtë. Kanë bëjnë të drejtë, kanë impakt të drejtë për drejtë mbi strukturën e një fëmie. Qoftë në sistemin nervor, qoftë në aspektet e tjera, qoftë një nën është e shëndetshme, është i balancuar dhe fëmia do jetë i tillë dhe do jetë zhvillim dhe ecuria shtatzanisë do jetë e shëndetshme, por dhe ky beb do lindi i shëndetshëm, qoftë në aspektin e uljes së rrezikut për pas problematika në aspektin e sot që i hasim shpejt në aspektin zhvillimor, në pjesën e trurit, në pjesën e organeve, në pjesën e mikrobiomës, janë tematika të pafundme që nëna janë bardh fëmijë dhe shumë çifte kanë informacion ose edukat mangus, po themi zero në tilla raste, por i mungon një informacion dhe një edukim jashtëzakonisht shumë i madh në këtë lloj tematikash. Të duket më shumë sikur refuzojnë le themi të mësojnë më tepër, sepse kjo më tepër ndonjëherë ju duket sikur kushton edhe më mirë mos të di fare se sa të
Të duke e sheh në këtë aspekt. Disa mbase, por pjesa më e madhe atë që ne hasim është mungesa e informacionit, mungesa e edukimit dhe orientimit duhur. Shumë çifte, janë u është bërë një lloj demagogjie që ngelin shtatzanë rastësisht, ndjekin ato protokollet primitive, kanë Siç ka ndodhur më përpara, pse mos ndodhi tani? Se kjo është ecurin primitive, por harrojnë që kanë prindrit tanë, gjyshit tanë kanë jetuar në një kohë tjetër, në një realitet tjetër, në një ambient tjetër, në situata të ndryshme, kurse sot gjërat kanë ndryshuar, pavarësisht se ne do të ecim në hapat e tyre, por nuk na përputhen kontekstet. Dhe ky lloj konteksti është shumë më i kontaminuar, më shumë më problematik se ajo e koha e mëparshme. Dhe sot është bërë domosdoshmëri, biles në shumë vende të botës ka vendosur protokolle standarde 6 muaj deri në 12 muaj një çift, edhe pse s'ka problem dhe sidomos sepse është dhe baba që i transmeton metalet e rënda. Për këtë po them po. Patjetër, nuk është vetëm nëna, dhe nëpërmjet babës merret materiali gjenetik, por nëse një çfarë bëni gjërat kontaminuar me metale, me merkur, me alumin, me arsenik, domosdoshmërisht një pjesë e metaleve kalojnë dhe nëpërmjet babës tek fëmia, dhe kjo nuk është vetëm te pjesa e nënës. Dhe heqja e këtyre elementeve toksik ambiental që janë kimikate është jashtëzakonisht shumë jetike para ngjizjes, se pastaj është problematik tjetër gjatë ngjizjes dhe gjatë shtatanisë pastaj edhe nëse ti ke dëshirë dhe ke ngel shtatzan për të bërë një protokoll të plotë të pamundsohet, nuk i ke të gjitha mundësitë, mund të ndërhysh pjesërisht, por nuk e ke luksin siç e kishe paraprakisht, dhe pastaj momenti që është pastaj është edhe më komplikuar dhe më vështirë situata, sepse një pjesë e këtyre kimikateve arrin të deportojë deri në kanalin që lidh dy hemisferat e trurit dhe gjërat bëhen dhe më të komplikuara dhe më të vështira në të tilla situata. MTHFR dhe metilimi. Është një term që sa vjen edhe dëgjojmë më shumë vitet e fundit dhe i referohet edhe përdorimit të acidit folik njëkohësisht sintetik, që shpeshherë thuhet që është i dëmshëm për trupin e një individi i cili e ka këtë mutacion në trupin e vet. Si e shikon ti këtë pjesë, doktor, le të themi sa shumë janë shtuar rastet? Nuk është se shtuar rastet, keni MTHFR ka të bëjë me aspektin gjenetik. Më shumë tani po shtohet ekzaminimi, sepse hyn kultura ka qenë po thoni që ka qenë gjithmonë, por nuk ka qenë kaq i theksuar në shprehinë e vet ky si gen, për shkak sepse jeta ka qenë më e balancuar, më shëndetshme, më pak e kontaminuar dhe më pak deficiencë. Dhe nuk binte aq shumë në sy, le të themi që ka një problematik tjetër. Por edhe disa gjëra për shkak të mungesës së teknologjisë dikur problemet kalonin heshtje dhe pa u evidentuar. Sot në statistika që ne shikojmë 40 deri në 50% e femrave në Shqipëri janë deficitare të një ose dy versioneve që kanë homozigot dhe heterozigot të genit MTHFR. Është shumë jetik që sidomos femrat që janë mbarse të tyre do të ta ekzaminojmë paraprakisht, sepse në momentin që ne jemi deficitar, ky gen do të çon në rritje të një elementi që quhet homocistin. Homocisteina është një mbetje metabolike që krijohet nga proteinat shtatzore dhe çon momentin që ajo rritet çon në problematika dhe në komplikacione shumë të mëdha në organizmin. I pamundsohet trupit njeriu nëpërmjet rrugëve të detoksit të nxjerrë toksinat e mbetjeve qelizore. Jo të mbetjeve që po flasim që i fusim nëpërmjet ushqimit dhe nëpërmjet elementeve të tjera nga jashtë. Por në qeliz, mbetjet e veta trupin në momentin që kemi rritje të homocistinës kompromentohet rruga e detoksifikimit, që do të thotë në trupin tonë, në mëlçin tonë, në gjakun tonë, në qelizat tona kemi mbirritje të mbetjeve që çojnë në degenerim, në dëmtim kudo në çdo pjesë të organizmit. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Në tilla raste adresimi i genit MTHFR, domethënë që ka të bëjnë dhe e lidhin shumë me pjesën e acidit folik. Por acidi folik është një pjesë e vogël e këtij geni. Dakor, po. Është multifaktoriale dhe ka shumë kofaktorë të tjerë që janë jetik që duan futur në mekanizmat e tillë domethënë që të arrijë që të ulet niveli homocistinës, duhet adresuar niveli vitaminës B12, acidi folik, niveli i zinkut, i magneziumit, i seleniumit, pasi ka edhe një rrugë alternative që është vitamina C që na mbron nga stresi oksidativ. Domethënë, ka shumë elemente të tilla dhe një nën me një homocistin të lartë nuk i lejohet me asnjë mënyrë paraprakisht që të ngjisë një fëmijë, sepse rreziku për lindje prematur, për abort spontan,
për deformimet strukturale, për çrregullime nga më të komplikuara sepse acidi folik dhe procesi i metilimit është jetik për një ADN të shëndetshme, për nervat të shëndetshëm, për struktura qelizore të shëndetshme, për organe të shëndetshme dhe në momenti që nuk ndodh një gjë e tillë, është problem një gjë, domethënë duhet të adresuar paraprakisht që shtazania të jetë e shëndetshme. Në Shqipëri kjo gjë tek keni më të fare adresohet dhe jepet një hollus, por nuk mjafton pjesa e hollusit se nuk lidhet vetëm me pjesën e trompozave, në pjesën e placentës dhe të çon pastaj në pjesën e dështimit. Meqense më përmend hollusin e gjakut, sepse unë këtu a dalë edhe te pjesa ime personale kur sigurisht kur fillova konceptimin edhe kur pash që isha le të themi mbarse e këtij geni, pra jo plotësisht siç e keni parë dhe ju analizën time, por gjithsesi ishte sugjerimi për të filluar një aspirin protect. Dhe për post të tjerave nuk duhet merrja me acidin folik, po duhet merrja metilfolat në këtë rast. Aso kohë kur unë diktova se bëhet fjalë para 10 vjetëve, metilfolat nuk ekzistonte në Shqipëri, nuk e gjeja dot as në Europë, mezi e kam gjetur në Amerikë ishte, por nuk vinte këtu, kështu që u detyrova të merrja një formë të metilfolat në Gjermani që më vinte her pas here. Por prap nuk ishte ai që duhej. Por mbaj mend që duhet të vijoja me aspirin protect, të cilën e vijova për ca kohë, po e ndalova pastaj sepse mu duk absurditet që tisha gjithë kohës me një aspirin protect derisa të arrinte konceptimi. Por e di që kur bëra pastaj IVF-in, në protokoll u shtuan ato javët e para aspirin protect njëkohësisht. Në 3 mujorin e parë. Në 3 mujorin e parë, po. Kështu që pak a shumë ky është protokolli që ndjekin të gjithë. Cili do të ishte protokolli që do të ndiqnit ju në këtë rast? Në momentin që ne adresojmë para ngjizjes dhe bëjmë ekzaminimet e duhura dhe na del që ne jemi mbartës të këtij geni, kemi homocystin të lartë, kemi inflamacione, kemi zhbalanca, kemi problematika shëndetësore, ne nuk kemi në dorë gjenetikën, kemi në dorë epigenetikën. Okay. Tek pjesa e shprehjes së genit, me protokollet e duhura ne kemi mundësi që këtë gen ta vëmë në gjendje gjumi, të jetë inaktiv. Domethënë t'ia mundsojmë organizmit që homocystinën t'ja ulim, rrugët e detoksifikimit të funksionojnë siç duhet, procesimi i acidit folik si në përthithje, si në konvertim të jetë në nivelet e duhura, trupi të jetë i shëndetshëm, t'i largojmë inflamacionet që mund të jenë të formave të ndryshme, në pjesë të ndryshme, qoftë dhe zhbalanca hormonale nuk është në pjesën vetëm e hormoneve, siç folëm hormonë seksuale, sepse kemi edhe sisteme tjera, kemi gjendrën biveshkore, kemi gjendrën peniale, gjendrën hipofizës, kemi hipotalamus, kemi edhe pjesën e tiroides, që është dhe kjo një nga organet jetike, sepse shumë femra na vinë domethënë që kanë vezore polikistike, që kanë këto problematika na vinë me një Hashimoto, dhe këto femra që kanë këtë lloj problemin, domethënë prap nuk i këshillohet që të ngjiznin këtë lloj situate. Le themi pa u siguruar që pa u adresuar, domethënë pa u rikuperuar dhe pa i kthyer këto organe jetike në funksion, sepse këto organe kanë një rol të rëndësishëm jo vetëm për trupin e nënës, por edhe për zhvillimin e fetusit. Si e ulim homocysteinën? Homocysteinën në protokolle, prandaj thënë duke kuruar sëmundjet kronike, duke mineralizuar organizmin, duke bërë detoksifikim, duke i futur komponentët e duhur, siç është tash suplement, por nuk jo vetëm vitamin, nuk flasim vetëm për çështje vitamina dhe duhet ta dëndim trupin me vitamin. Kemi të bëjmë edhe me një protokoll dietologjik ushqimor të detajuar se si ne duhet të ushqehemi healthy, sepse ky ushqim është ai baza se si trupi merr komponentët e duhur, ne nëpërmjet suplementeve i japim trupit një support, një boost që ai të arrijë në atë procesin e rikuperimit më shpejt, më cilësor, por që baza, themeli një organizmi të shëndetshëm gjithmonë ngjelet stili jetesës dhe ushqimi i shëndetshëm. Por meqense jemi në këtë pikë, shpeshherë ne flasim për një le të themi dietë ushqimore nëse është e pasur, pa diskutime dhe ashtu si duhet, por ndërkohë nga elementet e jashtme janë kontaminuar dhe ushqimet njëkohësisht, edhe perimet, edhe frutat, ne flasim çdo ditë këtë gjë që sa të sigurt jemi për atë vezën, për atë djathtin, për atë perin, për domaten, për të gjitha që ne ham. Sigurisht që do thuash do hash frutat e stinës, nuk mund të shkosh tek të tjera se normalisht një frut jo i stinës do jetë domosdoshmërisht i kontaminuar. Por si e zgjitim se prap kemi deficienca me sa shikojmë nga ana ushqimore. Për shkak sepse edhe toka sot në kohën që jetojmë është bërë kontaminuar dhe çdo ushqim domethënë po rritet me
me këto plerat inorganike, normalisht që bima që në rrenjën e vet ka deficienca. Elementet për shembull, siç janë produktet laktoza, na krijon problematika inflamatore që ka të ndikim të drejt për drejt mbi funksionin e stomakut, mbi funksionin e zorrëve, arritjen e inflamacionit dhe uljen e përthithjes, sepse personat që përdorin laktozën në nivele të larta kanë Helicobacter pylori, kanë parazit, kanë Escherichia coli, kanë problem. Kanë patjetër thua? Në shumicën e rasteve. Jo çdo person është intolerant ndaj laktozës dhe laktoza nuk lidhet vetëm me intolerancën. Dhe s'po flasim pastaj edhe për origjinën e këtij produkti, sepse ky produkt sot që vjen nga ushqina në lop, jo barkullotra që vjen nga lop që janë të ushqyera me koncentrat, me antibiotik, po e shikojmë që është një ushqim goxha shumë inflamator. Pastaj janë produktet e glutenit, produktet e grurit dhe këto po krijojnë problematika shumë të komplikuara deri te sëmundjet autoimune. Krijon inflamacion në trup. Jo vetëm inflamacion, por ulje të përthithja, që e vileve në pjesën e zorrës holl, që është jetike, që gjithë mineralet, sepse ne ushqehemi për këto antioksidant, për këto aminocide, për këto vitamina që nëpërmjet ushqimit kalojnë qarkullimin e gjakut, shkojnë në qelizë dhe qeliza të fillojë të kryejë procesin dhe funksionin e vet. Pastaj junk food, ushqimet e shpejta, sheqeri i bardhë që njihet botorisht dhe normalisht nuk ka ngel njeri pa u informuar në këtë pjesë, vajrat e hidrogenuar, ka shumë ushqime dhe një listë ushqimeve që në momentin që ne kemi në planet tona këtë procesin e ngjizjes, duhet të eliminojmë. Veza. Edhe veza duhet parë dhe kjo në pjesën në dy këndvështrime. Po flitet shumë për kolinën. Po. Flitet shumë për rëndësinë e saj. Patjetër, por ne duhet harrojmë se çfarë vezë marrim sot, nuk marrim vezë nga një pulë që është rritur në natyrë, në diell dhe me ushqime organike. Edhe nëse po flasim për një vezë që është rritur në pulari, dhe pula është rritur me antibiotik, dhe kjo vezë që reklamohet kaq shumë bukur nuk mund të jetë kaq e vërtetë, dhe po të ishte kaq e vërtetë pse në Shqipëri ka kaq të smur. Kjo është ide, por nëse unë e marr vezën nga shtëpia ime në fshat? Por jo çdo ditë, sepse edhe proteina ka funksion tjetër dhe ti duhet të jesh aktive. Shumica e njerëzve han 2 vezë, han 3, por nuk kanë aktivitet fizik. Muskujt i kanë inaktiv dhe nuk në jetën e tyre janë pasiv. Pra ti duhet le të themi ti djegësh ato që merr nëse në një formë ose tjetër. Ne dimë që jeta sedentare sot ne flasim pak për jetën, është silent killer, është vrasësi i hershtur dhe në ranget botërore nga studimet është po del në një nivel më të rrezikshëm se sa pirja e alkoolit dhe duhanit. Kështu që çdo proteinë e futur në organizëm patjetër duhet të shoqëruar me një jetë aktive. Ne nuk mund themi që e gjithë veza është e dëmshme dhe e gjithë veza duhet ndaluar plotësisht, por në bazë të ekzaminimeve shikojmë që një trup mund të ketë teprisë të proteinës shtatëzore dhe proteinat shtatëzore kanë mbetje acide dhe shikojmë te shumë pacientë rritje të acidit urik. Është acidozë metabolike, nuk mund të jetë kaq healthy te çdo individ. Edhe ti themi çdo pacienti që shkoti ha vezë se do jesh i shëndetshëm, se ashtu do ishin gjithë shqiptarët të shëndetshëm dhe nuk do kishin, por realisht po na ndodh Shkojmë tek lindja, pasi konceptimi u krye. Patëm një 9 mujor të suksesshëm, shtatzani shumë të mirë, dhe do flasim pak për atë pjesën që kemi, le të themi përplasje her pas here për atë lindje natyrale dhe lindjen cesariane njëkohësisht, për atë vaksinën e parë që merret duke kaluar nga kanali i lindjes që është shumë e rëndësishme. Unë dua ta cek në fakt sepse unë vetë vërtet kam nxjerrur si section për duke për arsye të mia që unë kam shpjeguar herë tjera se s'dua ti përsëris. Por ndërkohë sa kohë kam kaluar këtu në MAM dhe me eksperiencat e gjithë, se duket sikur unë e reklamoj shumë si section, jo. Unë sot që flasim, unë do kisha zgjedhur natyrale, për shembull, për të gjithë arsyet dhe për të gjithë dijen që kam marrë në këto vite. Do kisha ngulmuar më tepër tek natyralja. Megjithatë, le të flasim pak për këtë pjesë, për atë vaksinën e parë që merret në kanalin e lindjes. Sa i rëndësishëm është. Do ta kthejmë që të nxjerrim një konkluzion të plotë, sepse kur ne duhet të bëjmë lindje cesariane dhe kur duhet të bëjmë lindje natyrale. Dhe kjo lindja cesariane, në momentin që ekziston rruga natyrale, nuk duhet të jetë si opsion. Se këtu problemi sot është bërë trend.
Dhe ky trend sot po reklamohet fatkeqësisht dhe nga ginekologët për të prishur mos prishur ato strukturat, atë bukurinë, atë estetikën, por që nën është mision. Është një estetikë që duhet në radh parë duhet të jetë domethënë shëndeti i fëmijës. Dhe nëse një nënë ka si mision dhe ka dëshirë dhe nuk detyrohet që të bëjë një lidhje cezariane, domethënë ne nuk e këshillojmë kurrë si. Qose një nën në 9 muajt e shtazanisë është ushqyer shëndetshëm, ka parametra të shëndetshëm, ka mineralizimin e duhur dhe shkon në një shkon atë pra ka qenë një shtatzanie shëndetshme. Domethënë edhe lindja do jetë e shëndetshme. Nga eksperjenca jonë, domethënë në asnjë rast vetëm, qose një fëmijë nuk është i pozicionuar keq dhe nuk ka një plasje tuaj ose element specifik që e detyrojnë, domethënë lindja ka qenë jashtëzakonisht e lehtë, e shëndetshme, pas një lloj komplikacioni, sepse edhe në muajin e fundit kur vjen niveli, domethënë koha e dhimbjeve dhe hapja në nivelet e dura, një trup i një nëne të shëndetshme e kryen perfekt këtë lloj procesi dhe lindja pastaj është pa komplikacione. Sa e rëndësishme është ajo vaksinë e parë dhe kalimi i dur në kanal të lindjes? Sot në botë po bëhen studime shumë të fuqishme dhe shumë interesante sepse kam parë që lindjet cesariane vetvete mund ta quajmë një term lindje traumatike. Si për fëmijën dhe për nënën. Domethënë për nënën është pak më lehtë, por për fëmijën, sepse një lindje cesariane do thotë që fëmia mos kalojnë ato proceset e duhura dhe ato bakteriet që janë në rrugën vaginale janë jashtëzakonisht shumë jetike për funksionin e sistemit imunitar, për balancën e zorës atyre bakterieve të mira që do ta ruajnë fëmijën në pjesën e sistemit imunitar, në pjesën e alergjive, në pjesën e virozave, në komplikacionet dhe këtu po diskutohet se si mundet, por deri më sot nuk është gjetur akoma një alternativë kaq natyrale, kështu që gjithmonë kur këmbgulet e pjesa natyrale është sepse ky lloj rruge është ai duhur. Kjo lloj rruge është ajo e duhur që i duhet si fëmijës dhe nënës për të pasur pastaj një vazhdimsi pas lindjes të shëndetshme dhe mos kemi këtë lloj deficienca që sot ne i hasim shpesh të shumë fëmijë që po vojnë pasoja për shkak të këtij problemi. Pastaj problemi thellohet nëse ta diskutojmë dhe lindja cesariane, pastaj me çfarë shoqërohet pas dhe domethënë si vjen dhe si rritet ky fëmijë me element tjerë që po bëhen trende pastaj edhe nëse ti ke një si lindje cesariane dhe një si mund ta rikuperojmë këtë mikrobiom pasi ti ke lindur me C-section. Sepse normalisht ti lind me atë, le të themi, ambientin dhe çdo gjë që ka salla e lindjes, pra nuk lind nëpërmjet lindjes natyrale, pra nuk merr ato që duhet marrësh, themi, probiotikët e ato që flasim nëpërmjet rrugës natyrale, por do marrësh të sallës operacionale. Kështu që çfarë ndodh në këtë rast? Si duhet ta gjë bazike është që në atë momenti që lindin në mënyrë cesariane, gjë e parë që duhet të bërë përpjekje maksimale është që ky fëmijë të rritet me gjë. Me gjë. Po, gjëdhënia është baza dhe është ushqimi më perfekt, formula më perfekte që ka rrozit toksor që i duhet këtij fëmije për të qenë i balancuar, për të marrë imunoglobulinat, për të marrë imunitetin që nëna ka fituar dhe ky të jetë rezistent dhe mos i ketë këto lloj problematikash, por edhe për zhvillimin e niveleve të bakterieve të mira në zor që ne po flasim që në të tilla raste nuk janë të zhvilluara. Qumshti i nënës është ai që më së shumti në këtë periudhë, sepse deri në 6 muajt e para fëmia nuk ka mënyra të tjera dhe nuk ka rrugë të tjera alternative për të ushqyer dhe për të thënë që po fusim disa element prebiotik dhe që janë jetik për për zhvillimin e këtyre bakterieve. Pra mendon që nuk duhen futur probiotikët le të themi. Para moshës 6 muajore nuk është. Domethënë ajo që duhet këmbgurë maksimalisht është që nëna të ushqehet shëndetshëm, të jetë e shëndetshme dhe të ketë mjaftueshëm gjë, që ajo ti mundsoj fëmijës vetë një ushqyerje të tillë dhe kurse si mos i dorëzohet ushqimit formul, sepse goditja më e madhe në tilla raste kur fëmia ka lindur cesarian dhe nëna nuk ka gjë është ushqimi me formul. Po nëse nuk ka gjë, nuk po flasim situata ekstreme, ne po përpiqemi në raste normale kur po nëse nuk ka gjë, po flasim edhe për do detyrohesh që domethënë të japësh dhe formulë, do përpiqesh të gjesh ato formula që janë më pak alergjike, sepse shumica ajo çfarë ne shikojmë në konsultat e përditshme në rastet të dy, domethënë duket që shumë fëmijë kanë krijuar intoleranca dhe intoleranca do të thotë inflamacion në sistemin tretor. Po janë alergjikë dhe kjo lloj intolerance kapet me vonesë, sepse ne nuk kemi mënyrë domethënë ose nuk e kemi kulturë që t'i bëjë një ekzaminim që 6 muajt e para fëmijës për të parë se si po bashkëpunon ky ushqim i ri domethënë me trupin e një fëmie. Dhe një fëmijë që ka alergji, domethënë ti mund t'ja kapësh në një kohë të vonë kur sistemi tretër është inflamuar dhe kur flasim për sistem tretër të inflamuar kemi një kompromis
komentim të të gjithë sistemeve të tjera, sepse është ulë përthithja, është verzora me mukus, është rritur infekcione të ndryshme në këtë Pra pjesë. bëhet më e vështirë. Bëhet më e komplikuar situata, kështu që Kuptoj. Ka nëna që thonë po më ik gjiris, a kanë një formë në klinikën tuaj në Zen që ju më keni pasur konsulta me nëna të reja të cilat kanë pasur le të themi të rënjes sasisë të gjirit. Në të gjitha rastet që ne kemi ndjek para, gjatë dhe pas, në asnjë rast të vetëm nuk ndodh ikja e gjirit. Sepse një trup i një nëne të shëndetshme kurrë nuk ka mungesë të gjirit. Dhe ikja e gjirit në shumicën e rasteve ka faktor të brendshëm shëndetësor që duhen adresuar. Kemi pas nëna që fëmijën e parë e kanë rritur që nga dita e parë deri në atë domethënë vetëm me formulë dhe e njëjta nënë në shtatzaninë e dytë në ndjekjen tuaj, fal ndjekjes tonë në protokollet e duhura, domethënë në një ditë vetëm nuk ka vujtur për ta ushqyer këtë fëmijë të dytë dhe ta arrisë me gjirin. Domethënë në asnjë rast, momenti që adresohen shkaqet, nënës nuk i pamundsohet për ta kryer këtë mision, sepse në vetë është mision siç duhet. Pra mund të ndodh të shtohet dhe gjiri. Patjetër, me një protokoll ushqimor cilësor dhe me një zvendësim të gjitha deficiencave që janë specifike që i duhet trupit nënës për të prodhuar qumshin e gjirit, arrihet domethënë dhe në momentin që ka reduktim të shkojë në nivelet e duhura. Sfida imunitare. Shkojmë në një tjetër kapitull i cili është i rëndësishëm dhe sigurisht që mund të trajtohet ndryshe nga ju. Kur flasim për vaksinat për shembull. Vaksinat dhe shpeshherë flasim për pjesën që t'ja bëjmë në kohë apo çfarë duhet të shikojmë përpara se të bëjmë një vaksinë, sepse nuk mund ta marrim për të mirë qenë çdo vaksinë që na jepet. Unë për këtë jam shumë dakord. Unë vetë kam bërë vaksinat, por ama nuk mund të marrim për të mirë qenë, duhet të lexojmë pak më shumë, shohim pak më shumë, komunikojmë pak më shumë, si mund ta lehtësojmë pak më tepër këtë situatë përpara se të arrijmë të vaksina. Dhe ndoshta disa teste, analiza më përpara mund të na ndihmojnë për të parë gjendjen e fëmijës përpara se të bëjmë një vaksinë. Kjo është një temë. Çfarë mendimi keni në këtë rast? Është temë e gjerë dhe temë interesante dhe duhet të diskutuar pak në mënyrë më të detajuar për të kuptuar, siç e folëm, që problemi fillon që në gjizje. Nëse një trup, domethënë trupat e një çifti janë të shëndetshëm dhe janë të pakontaminuar, zhvillimi i një fëmie të shëndetshme dhe ardha në jetë e një fëmie të shëndetshme, domethënë normalisht ky fëmijë nuk ka shumë mangësi dhe shumë deficienca dhe shumë problematika për të qenë imun. Dhe nëse kjo gjë shoqërohet me një lindje natyrale dhe me një gjithëdhënie, ky fëmijë pastaj është akoma dhe më i shëndetshëm dhe merr imunitetin natyral nga nëna dhe pastaj te pjesa e vaksinave duhet parë domethënë që a kemi domethënë momentin që nëna ka pas një shtatzani të pashëndetshme, ka pas deficienca, ka pas problematika, ka pas një lindje cesariane, këtu pastaj situata bëhet e komplikuar, sepse momenti që fëmia pastaj vaksinohet, këto vaksina kanë element specifik që trupi i një fëmie nuk arrin dot t'i detoksifikojë. Një pjesë e këtyre ngelin në organizëm. Nuk mund të themi që çdo fëmijë duhet të mos vaksinohet, por duhet të jemi specifik, të detajuar dhe kompetent domethënë në raste specifike dhe që të shikojmë që a janë situatat e tilla që ky fëmijë ta marr vaksinën në atë kohë apo duhet ta marrë në një kohë kur situatat parametrat e organizmit janë të qetëson ose të jenë në një nivel më të balancuar, se ka deficienca në trupin e nënës midis një enzime specifike që është në nivelet e duhura midis bakrit dhe zinkut, që i pamundson që këto metale të futura në organizëm të detoksifikohen nga kjo në pjesa e sistemit nervor qendror dhe është ajo që lidh dy hemisfera, domethënë është një kanal aty jetik që në momentin që janë futur disa metale vendosen atë pikë dhe nuk e lejojnë pastaj që fëmia të ketë atë zhvillimin e duhur dhe jo të gjithë fëmijët që lindin e kanë të pazhvilluar këtë enzim, dikush e ka në nivelet e duhura dhe arrin që t'i nxjerrë dhe t'i detoksifikojë këto efektet negative të vaksinave, po të flasim. Dhe një pjesë ka edhe fëmijë të tjerë që si arrin dot. Çfarë analizash duhet bësh përpara se të vendosesh për të bërë një vaksinë? Tani çfarë do sugjeroje? Në pjesën e parë të jetës, në 6 muajshin e parë, domethënë mundësitë për të bërë ekzaminime specifike janë të pakta. Domethënë por që më vonë për shembull, në moshat 1 vjeç ka mënyra të ndryshme që mund të bëhen teste specifike për të parë se sa i kontaminuar është trupi i një fëmie me alumin, me mërkur, me kodium, me arsenik, me plumb, me argjent, na dalin sepse në klinikën tonë ne ofrojmë testin e metaleve të rënda që bëhen nëpërmjet flokëve. Sepse nëpërmjet gjakut këto kanë një saksi të pjesshme, nuk mund të themi që patjetër, sepse metalet në përgjithësi nuk qëndrojnë në gjak, janë në inde, janë në pjesë të ndryshme të organizmit, por jo në gjak. Në gjak ne mund të arrijmë të gjejmë 1%
të saktësisë së tyre. Momenti që ti bën një test nëpërmjet flokut dhe shikon që trupi i një fëmie ka nivele të larta të këtyre metaleve, këtu kundër indikohet pastaj vaksinimi. Domethënë në bazë të kësaj diagnoze këtij fëmie nuk i lejohet, ose nëse fëmia nuk ka arritur të atë zhvillimin normal, kur ti e thorret ai të dëgjoj, të koordinohet, të jetë bashkëpunues, të jetë i socializuar, të ketë zhvillimin e dur dhe në aspekti i të folurit, i komunikimit, aty domethënë dhe në këto lloj raste, momenti që fëmia në bazë të moshës dhe krahasime me fëmijët e tjerë nuk ka atë zhvillim e dur, prapë dhe në këto raste duhet të jemi të kujdesshëm mos të nxitohemi dhe mund të jetë rast që kundër indikohet. Dhe presim një kohë kur ky fëmijë duhet arrijë në nivelet e dura të zhvillimit dhe aty shikojmë pastaj që duhet apo nuk duhet bërë kjo lloj vaksinë. Ka nëna që thonë që ishte e zhvilluar mirë, por në momentin që i bëra vaksinën, bëri shumë hapa pas. Ka regres, domethënë është kjo gjë ne po e hasim shumë shpesh edhe ky problem është bërë global për shkak të këtyre problematikave që ne përmendëm. Por a ka le të themi një mundësi që për ta kthyer situatën edhe për të ecur përpara pastaj nga ky regres? Në këtë regres në rastin sepse në klinikën si procedojmë ne në këtë lloj rastesh. Ne përpiqemi të bëjmë ekzaminimin rreth parë të analizave të gjakut. Shikojmë ka apo s'ka problematika. Pastaj kalojmë në testin e metaleve të rënda dhe shikojmë edhe këtu ka apo nuk ka problematika. Në momentin që gjejmë probleme dhe domethënë eliminojmë faktorin gjenetik, sepse jo çdo rast duhet quajtur autizëm. Jo çdo. Patjetër. Se duhet pas kujdes në vendosjen e diagnosës në diagnozën se mund kemi një mungesë të zhvillimit për faktor specifik në momentin që ne zvendësojmë, ai fëmijë shumë shpejt rikuperon dhe ka koeficiencin e inteligjencës siç e kanë të gjithë fëmijët e tjerë, domethënë është domethënë momenti që ne përjashtojmë faktorin gjenetik dhe ndjekim hapat e dur në protokollet e dur në shumicën e rasteve të gjithë fëmijët ja kanë dalë që të kthehen në normalitet. Të kapin zhvillimin, komunikimin, koordinimin, qetësimin në gjithë aspekte sepse këta fëmijë vojnë nga shumë faktorë, kanë problematika të inflamatore të sistemit të rreth, kanë një florë bakteriale të pazhvilluar, kanë një gjumë jo cilësor, janë hiperaktiv. Pra ka disa arsye që mund të ndikojnë në këtë. Patjetër, është multifaktorial, por që ndjekja hapave të dur, momenti që është përjashtuar faktori gjenetik, të gjithë fëmijët ne kemi raste të pafundme që sot janë në gjendje, njerëz janë fëmijë normal. Po. Ja kanë dalë. Antibiotiku si bombë në organizëm kur një fëmijë të duhet ta marrë në 2 vjet e para të jetës tim. E shikoni edhe ju kështu dhe si mund ta rikuperoj këtë gjë zorra njëkohësisht, sepse sigurisht që aty shkojnë të gjitha elementet, edhe përdoret më shumë se ç'duhet. Konstatoni këtë gjë. Po ta shkojmë siç e përmendëm që shtatzania, lindja, gjillënia dhe gjithë proceset e duhura lidhen pikërisht dhe vim në këtë pikë që na i përforcon gjithë këtë pjesën e mëparshme. Një fëmijë që është lindur natyralisht, është rrit me ushqim gjiri, nëna është e mirë ushqyer, ky fëmijë patjetër do të ketë një imunitet cilësor. Dhe nevoja e këtij fëmie për të përdorur antibiotik 2 vitit e parë, nëse nëna vazhdon me gjillënie, minimizohet dhe pothuajse në shumicën e rasteve dhe përjashtohet. Edhe nëse arrihet domethënë nevoja, për shembull në raste specifike, duhet pas shumë kujdes lloji antibiotiku, dozimi, kozgjatja, mos ta japim antibiotikun si karamele dhe si alternativë të parë, se nuk është gjithmonë e domosdoshme që një temperaturë, një infeksion i thjesht bakterial dhe patjetër fëmia duhet të jepet një terapi antibiotikush. Dhe në Shqipëri fatkeqësisht se në vendet e tjera nuk është kaq e lehtë dhe kaq e thjeshtë se një fëmijë të jepet antibiotiku siç jepet këtu tek ne dhe siç përshkruhet këtu dhe bires është një problem i madh që ne prap nuk përdorim ekzaminimet e duhura për ta parë që kjo gjendja inflamatore, kjo temperaturë është bakteriale, është virale, është mikotike, a ka në një origjinë tjetër. Domethënë, patjetër duhet ndjekur rrugët e duhura dhe pediatri duhet të ketë profesionalizmin e duhur që para se ta përshkruaj të ndjek rrugët dhe etapat e duhura. Para se të shkojmë në këtë pikë. Dhe kjo është më e rëndësishme se sa të flasim thjesht duhet dhënë apo nuk duhet dhënë. Se momenti që ne krijojmë këtë lloj edukimi, në eksperiencën time, domethënë dhe në raste shumë të komplikuara të fëmijëve që kanë pas historik të jetës së tyre me vite nëpër spitale, me bajame kronike, me streptokok kronik, momenti që ne marrim hapat e duhura, kontakti tyre me spitalin minimizohet dhe pothuajse harrojnë se çfarë është spitali, domethënë ka mënyra
e mënyra nuk po flasim kur kërcënohet jeta. Mos bëjmë rolin e sharlatanit që ky antibiotiku nuk është jetë shpëtues. Në momente specifike duhet, ama vetëm në momente specifike, jo në çdo rast temperatura 38, 38.5, domethënë shpejt antibiotiku, patëm një koll, patëm një bronkit, patëm një inflamacion momental dhe direkt zgjidhja e antibiotikut. Dhe në momenti që jepet antibiotiku, gjithmonë etapa post është shumë e rëndësishme. Çfarë ndodh? Çfarë do bësh në etapën një post? fëmijë domethënë duhet ushqehet shëndetshëm, sepse është parë që në momentin që një fëmijë nuk ushqehet shëndetshëm dhe ka përdorur vetëm një terapi të vetme antibiotikësh dhe 2 vite pas flora bakteriale e tij fëmia është e parikuparuar dhe e parikuperuar. Do thotë që ky antibiotik efektet në këtë pjesë të bakterieve të mira, dhe kur flasim për bakterieve të mira flasim për sistemin imunitar, ku aty është e përqendruar gati 80-85% e imunitetit tonë. Dhe këto bakteri tona kanë bënë drejt për drejt me zhvillimin e trurit tonë, të humorit tonë, të lumturisë tonë, domethënë është shumë e thellë çështja. Dhënia e elementeve të shëndetshëm që vijnë nga natyra, që janë ushqimet që janë të pasura me prebiotik, që janë fibra specifike që fermentohen në zorrën e hollë dhe shkojnë në pjesën e zorrës së dhe i ushqejnë këto bakterie të mira, është jetike që ne të kemi mundësi të bërë recover, domethënë për të bërë rigjenerim dhe për ta kthyer këtë florë bakteriale, domethënë dhe ushqimet që janë pastaj probiotike, që janë ushqime të fermentuara, që janë jetike, që t'i jepen këtij fëmijë gjatë kësaj periudhe rikuperimi, se nuk ka mënyrë tjetër më cilësore, se përndryshe, momenti që ai krijon deficiencë sistemit imunitar dhe krijon një imunitet të dobët, nevoja për të përdorur antibiotik njëra pas tjetrës pastaj do rritet dhe do futemi në një cikël dhe në një rreth vicioz që pasohet pastaj do t'i vuajmë gjithë jetën. A është vërtet zora truri i njeriu, le të themi, edhe cilësia e tij dhe si ndikon inflamacioni i zorëve dhe në shfaqjen e autizmit? Siç po shikojmë çdo ditë, studimet e reja po vërtetojnë që vërtet zora është truri i dytë i njeriu, sepse aty varet çdo lloj përthithje minerali, aty janë bakteriet e mira që janë jetike për prodhimin e 95% të serotoninës, mbi 70% të dopaminës, një pjesë e madhe acetilkolinës. Domethënë aty janë të gjitha acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër në zorrën e hollë që janë jetike për të ndërtuar neurone të shëndetshme, varet pikërisht se sa të shëndetshëm jemi ne në sistemin tretës. Dhe nuk po flasim vetëm zorë, se flasim për një sistem. Dhe në pjesën e sistemit tretës kontribut madh ka funksioni stomakut, funksioni mëlçisë, funksioni pankreasit, gjendja emocionale, qoftë e fëmijës, qoftë edhe të rriturit, sepse është vagusi që ka një connection shumë të fuqishëm, pastaj kur zbresin poshtë pjesa e përthithjes, këto qimet përthithëse, infeksionet e ndryshme që ne nuk i kemi përmend, që aty mund të kemi infeksione mykotike, parazitare, bakteriale, ka raste që edhe herpes të zorrës, që janë dhe polipe, dhe këto janë, domethënë kemi një kombinim dhe nuk po flasim pastaj për xhepat e zorrëve që quhen diverticulum, dhe aty kemi materiale nga më të akumuluara në vite dhe këto kthehen më toksina, sepse connectioni dhe gjaku qarkullon çdo 4 minuta nga mëlçia në zorë, dhe nëse zorra është e kontaminuar, gjithë helmet që ka zorra e kalojnë mëlçisë, dhe ne dimë që mëlçia është organi më jetik, por një pjesë e madhe detoksit të gjithë helmeve, sistemi limfatik, drenazhi më të madh e bën në zorë. Nëse zorra është e bllokuar, sistemi limfatik është i bllokuar, ka një connection kaq të thellë sa në mjekësinë konvencionale ky koncept është akoma i pazbuluar në nivelet e duhura dhe duhet patjetër të futet ky koncept, sepse nëse ne ndërtojmë një sistem tretës të shëndetshëm, ky person patjetër që do jetë i shëndetshëm. Do funksionojë si duhet. Patjetër. Përveç autizmit, kemi edhe ADHD për shembull. Edhe kjo është një tjetër që shohim shpesh. Një tjetër sfidë që shohim shpesh. Edhe kemi shumë që flasin, fëmijë që kanë. Për shembull, kemi raste edhe të u kam dëgjuar më herë që po sa i lëvizshëm është, nuk ulet me i vën. Si quan diktora, për shembull, edhe, domethënë pa mbushur një vjeç, për shembull, nuk ulet në një vend, nuk e di ku shkon tani, nuk e shoh pastaj, lodha, domethënë kam aq që nuk e përballojnë dot dy prindër, se s'po them vetëm për mamat, që nuk e përballojnë dot. A ka një formë apo thjesht ashtu është fëmia? ADHD njëra radhë parë nuk është smundje, është një simptom i çrregullimi specifik që duhet adresuar se nga vjen. Dhe shkaqet e këtij çrregullimi që ne shikojmë në aparencë, që është kjo sjellja e pakontrolluar, ky fëmijë është i mbistimuluar. Dhe ky mbistimulim duhet hetuar nga se vjen. Nga vjen, po. Pikërisht. Ka raste, domethënë në bazë të ekzaminimit shikojmë që mund të jetë rasti i kontaminimit të metaleve të rënda, nuk përjashtohet që kjo është simptom e kontaminimit të heavy metal. Por ka raste
që të këto fëmijë hiperaktiv me ADHD, domethënë dhe biles në shumicën e rasteve është një diagnozë e gabuar dhe vihet në mënyrë jo të domethënë është gjetur pra si një justifikim si një mantel domethënë për të maskuar, por momenti që ne ekzaminojmë dhe ky fëmijë ka një inflamacion në sistemin tres, ka një infeksion parazitar, ka një mëlçi të lodhur, ka një deficiencë, ka një zhbalancë dhe ne një adresojmë dhe një kohë rekord ky fëmijë kthehet në normalitet. Kthehet në qetësinë e duhur dhe prandaj folëm edhe për cilësinë e gjumit, sepse një nga simptomat e ADHD-s është dhe një gjumë jo cilësor ose fjetë në një kohë shumë të vonë të natës dhe orar në gjumë që zgjohet, nuk e bën gjumin e plot, pastaj domethënë gjatë ditës është i papërmbajtshëm dhe kjo është një mënyrë që ne e paragjykojmë fëmijën duke mos i kuptuar se çfarë po ndodh brenda tij. Ky fëmijë ka nevojë për ndihmë dhe këtë energji të tepër ka nevojë ta shprehë dhe ta shkarkojë në formën e vet. Dhe ne e gjykojmë fëmijën duke thënë që ky fëmijë është i papërballueshëm, i palëvizshëm dhe kjo mungon informacioni dhe edukata e dur se si ti mundësosh atij fëmijë që të jetë në një habitat ku ai ka mundësi të shprehë këto ndjenja. Pra, të mendoj që nuk është normale të jetë ashtu apo nuk është normale, por edhe duhet pas shumë kujdes për ta vendosur si diagnozë. Diagnozën e kuptoj. Diagnoza duhet të jetë shumë por dhe strategjia që ndiqet është e rikuperueshme dhe kemi parë që shumë fëmijë që kanë këto lloj problematika të sjelljes kanë arritur të kthehen në normalitet në një kohë dhe të shpejtë. Nuk është. Pra, mendon që edhe bebet mund ta kenë këtë, le të themi para moshës 1 vjeç. Te bebet është e vështirë që para moshës 1 vjeç ti të vendosësh diagnozën e ADHD-s. Nuk ekziston një diagnozë e tillë. Po nuk e vendos diagnozë, por shef një fëmijë po të papërmbajtshëm sepse ai mund të ketë problematika specifike. Ky fëmijë ka problem të zorrës, ka dhimbje, ka fryrje, ka siklete dhe i manifeston me këto grindje të papërballueshme dhe ti mendon se ka ADHD kur realisht nuk është ADHD. Kështu që ekzaminimi dhe adresimi i shkakut është ajo që bën ndryshimin. Në momentin që ti e gjen shkakun, adreson dhe ja kuron, ky fëmijë kthehet në normalitet. Pastaj në momentin që ti e shoqëron dhe me një test të metaleve, për që asnjëherë ky me test nuk bëhet para moshës 1 vjeç, biles në shumicën e rasteve bëhet pas moshës 2 vjeç dhe shikon që ke një kontaminim më së shumti jo nga mërkuri, por nga alumini, patjetër pas edhe këtu kemi një domethënë mbistimulim të sistemit nervor sepse ndryshim pastaj te pjesa neurotransmetuese. Duhet kemi një ndërhyrje tjetër le teme. Dhe sa i përket përvojës tuaja në Zen House, duke nisur prej pjesës si infertilitetit, mungesës së konceptimit dhe kalimit të IVF dhe më pas të dështimit të IVF-it, ka nga ato çifte që kanë ardhur tek ju dhe pas dështimit të IVF-it dhe kanë arritur të kenë një shtatzani suksesshëm më pas. Ne kemi raste domethënë që tentativat me in vitro mund të kenë qenë mbi 5, mbi 7 deri në 10. Ashtu. Po, dhe kanë dështuar për kushte specifike. Dhe ajo çfarë ne këshillojmë çdo nënë dhe para se të shkojë, dhe nëse domethënë e ka zgjedhur si alternativë dhe ne nuk duhet të ndryhim dhe kjo gjë, është që mund të ndodhë që ti e bën IVF-in, e fut domethënë implanton dhe dështon prap. E kuptoj. Sepse nuk është problemi vetëm te ngjizja paraprake, por sa i balancuar është trupi nënës për ta mbajtur këtë embrion të ri. Dhe këtu futet prap ai që ne folëm dhe ai çeku, ai kontrolli. Protokolli paraprakisht që trupi nënës duhet të jetë i balancuar, duhet të jetë i pasur, duhet të jetë i mineralizuar. Domethënë ka një nënë që ka problematika të një ataku paniku, është në gjendje ankthi, është gati trupi i nënës për ta mbartë këtë lloj misioni. Kortizoli për shembull. Kortizoli i lartë, por ka efekte jashtëzakonisht shumë negative. Për shembull, fermat harrojnë sot për shembull që shumica ferma i kemë këmbë të ftohta dhe duar të ftohta, automatikisht kjo tregon që dhe mitra e tyre është e ftohtë. Dhe qarkullimi i gjakut është i kompromentuar dhe një mitër e ftohtë nuk mund të ngjizë. Kështu që adresimi paraprak i këtyre problemeve e përgatit trupin e nënës vetë për këtë. Si duar të këto këmbë, doktor? Kështu që ka zgjidhje edhe për këto lloj problematikash. Në momentin që ne adresojmë, momentin që vendosim protokollet e duhura dhe ky është gjë, domethënë një nga simptomat që mund të zgjidhet plotësisht, por që në shumicën e rasteve ato çfarë kemi parë, kemi pas raste që kanë shkuar për të bërë in vitro jashtë Shqipërisë, kanë marrë vezën si nga burri dhe nga spermia dhe nëna, është ndarë 1 në 2 në 4 është bllokuar cikli. Sepse nëna ka qenë aq shumë e kontaminuar, domethënë në pjesën e organizmit vet, sa domethënë cikli biologjik dhe me ADN-ja e vezës ishte e dëmtuar. Ishte e plakur, ishte jo në balancat e duhura, pas ndërhyrjes tonë në protokoll, pas 3 muajsh e njëjta nën arrin të krijojë një embrione shumë të shëndetshëm. Dhe momentin që implantohet pastaj është gati për ta ndjekur dhe për të lindur. Dhe sot ne kemi raste që kanë dështuar në 10 in vitro dhe në momentin që kanë ardhur tek ne, kanë ndjekur dhe protokollet tona. Dhe pse implantimi është bërë me in vitro për shkaqe specifike gjenetike, sot këto janë me fëmijë. Kanë beben e tyre në krah.
A keni në një rast, pra, sa i përket neurodivergjencës në praktik, në një rast të ndryshimit të dietës, pra, rastet që keni pasur ju në klinik, le të themi, që kanë qenë të suksesshme, që kanë Te rastet e fëmijëve që kanë pas problematika, thash që është përjashtuar faktori gjenetik, Po, por që kanë pas problematika të komunikimit, të folurit, të gjitha këtyre elementë që ne përmendëm, sot pas ndjekjes së duhur, sepse çdo rast, domethënë edhe çdo fëmijë ka nevojat e veta kohore specifike për ta ndjekur këtë protokoll, sot pothuajse shumica janë, domethënë kanë arritur qëllimin për çfarë kanë ardhur në klinik. Sot janë në gjendje normale, flasin, komunikojnë, domethënë janë në nivel si fëmijët e tjerë. Por në momentin që bëhet përjashtimi, momenti që ne eliminojmë faktorët, se thash është unike, çdo person, domethënë është unik dhe trajtimi është unik. Na kanë raste për shembull që kanë pas problematika të spektrit, por kur kemi bërë ekzaminimet e duhur kemi parë që aty ka faktor gjenetik. Dhe këtu kemi të bëjmë me mungesë zhvillimi, nuk kemi të bëjmë thjesht me autizëm. Ka fëmijë që vinë me sindroma të lindura, që janë gjenetike, këtu ne mund të ndërhyjmë në epigenetik për të krijuar një cilësi jete më të mirë, por nuk mund t'i premtojmë pacientit dhe prindit që do të themi që fëmia jo do kthehet në normalitet. Domthonë kemi divergjenca në rastet që na vijnë, por ato raste që janë specifike, patologjike dhe kanë faktor specifik, në momentin që ky problem zgjidhet, fëmia arrin të rikuperojë sepse sistemi nervor i një fëmie është domthonë shumë i shpejt në rigjenerim dhe ka shumë shpejt në momentin që çlirohen vatrat, ke vatrat gjendra që janë specifike për të folurën, për zhvillimin, për komunikimin, për emocionet, se këto fëmijë janë asocial, nuk krijojnë shoqëri, nuk e njohin frikën. Domethënë dhe kjo është një sfidë në vetë, se fëmijët mund të rrëzohen, mund të dëmtohen, dhe këto janë element procese që ne i shikojmë që fëmia arrin të rikuperojë dhe të pas një kohe specifike që është pastruar dhe është rikuperuar dhe është detoksifikuar, ky fëmijë është si të gjithë fëmijët e tjerë normal. A je dakord ti me një protokoll të qelizave staminale? Qelizat staminale sot po hetohet dhe po studiohet. Janë mbi 45.000 lloj qelizash dhe sot akoma nuk ka arritur shkenca të jetë precize tek kjo lloj terapie. Në disa raste ka dhënë disa feedback pozitiv. Në disa raste ka dështuar, sepse mua më vin pacient, domethënë pasi kanë tentuar këto, domethënë jo në Shqipëri, në vende me klinika shumë të mira dhe kemi parë që ose kanë pas një përmirësim shumë të pjesshëm, ose nuk kanë pas përmirësim fare dhe ka raste që kanë pas dhe komplikacione, por që protokollet që kemi ndjekur në krahasim me terapinë staminale janë shumë rezultative në momentin që ti gjen shkakun. Se qeliza staminale bën një rigjenerim të atë pjesë të dëmtuar, por nuk adreson në overall problemin që ka një fëmijë. Cili ka qenë momenti më i vështirë ose më kontrovers në karrierën tuaj? Ku keni bërë, le të themi, që fuqia juaj shëruese, le të themi fuqia shëruese e natyrës ka dalë mbi atë që të mjekësorëve të mjekësisë konvencionale dhe kanë dorëzuar armët para kësaj tëndes. Të gjitha rastet tona të tilla janë pothuajse në smundjet autoimune, për shembull, kishte një fem gocë moshë 27 vjeç me një Hashimoto me antitrupa nivele shumë të larta, ku nuk ishte shpresë as për ta kuruar dhe as për të arritur misionin që kishte si femër dhe si nën për të shkuar. Dhe në momentin që ndoqi protokollet, për shembull këto antitrupa arritën të normalizohen dhe kjo të rikuperohej, sepse kjo Hashimoto është e lidhur pastaj me problemet e infertilitetit, janë të pafundit, por edhe rasti asaj femrës që sa thash janë të pafundit, por për të mend ato që përmendëm ishte kur 6 ginekologu dorëzuan dhe thanë 0 shpresë. Dhe kjo 0 në një kohë rekord u kthye 100%. 6 ginekologë thanë ti si femër mos tento se nuk e për të pas fëmijën, domethënë në jetën tënde. Dhe ajo nuk u dorëzua, erdhi ndoqi protokollet dhe sot e ka fëmijën 3 muajsh dhe e ka të shëndet, por flasin për një nën që e lindi domethënë në moshë 43 vjeç dhe ishte shtatzania e parë ku e gjithë mjekësia ishte dorëzuar. Por raste që kemi ne jo vetëm në Shqipëri, por që vinë nga jashtë dhe nga klinikat më të mira, më me emër në botë, domethënë janë të kësaj natyre ku vetë ato sistemi janë dorëzuar. Janë dorëzuar për jo realisht se domethënë kanë një problem që nuk zgjidhet, por vetë mënyra që rruga që ta ndjekin simptomatike që domethënë ne deri në këtë pikë shkojmë. S'do të thotë që domethënë atë gjë ditë bëj, deri në atë pikë shkon, por nuk do të thotë që mbaron aty. Pas kësaj mund të ketë gjëra më të thella, më të detajuara, më cilësore që ti të hetosh, të shkosh edhe të shkosh në bazë, ja mundsosh organizmit që trupi të fillojnë të ngrihet. Dhe momenti që ngrihet vendos balanca, momenti që vendos balancat, ai pastaj mund të bëjë jetë normale. Pa ke shpesh përplasje ti me mjekët? Unë përpiqem mos të jem konfliktual, dhe as nuk i kam qef përplasjet, jam gjithmonë bashkëpunues.
Domethënë momenti që një pacient nuk është për mua, unë kisha një rast të fundit që ky person ishte për te kardiologu, sepse nuk më përgjigje ekzaminimi me simptomatologjinë që kishte, i thash shko urgjent, pasi doli, domethënë shkoi te kardiologu, tha më shpëtove jetën, tha. Sepse kishte rrezik çarje aorte. Dhe unë e kuptova që ky pacient, dhe domethënë bashkëpunimi gjithmonë është dhe në përgjithësi nuk na ndodh që ne të kemi përplasje. Ai kardiologu bën atë që ditë bëj, unë bëj atë që ditë bëj më mirë dhe çdo person në pozicionin e vet qëndroj dhe qëndron bukur dhe të qëndroj brenda kontureve të veta, kjo është idealja dhe perfektja. Dhe për një çift i cili po përpiqet konceptohet se ka arritur këtë gjë, pra ka arritur të sjellë në jetë një fëmijë, cilat janë 3 gjërat që nuk duhen negociuar kurrë sipas mendimit tënd? Çfarë nuk duhet negocioj çifti? Po, çifti ka fëmijës, po edhe ka le të themi një çift, kur flasim për një çift i cili është duke konceptuar, është duke tentuar, pra le të themi për të dyja palët. Mendoj që është gjatë periudhës që është duke tentuar, domethënë është shumë e rëndësishme që ata të jenë bashkëpunues, që të ndjekin protokollet e duhura, që trupi i tyre të arrijë të rikuperohet, të detoksifikohet, të pastrohet dhe shikojnë vetë pasi që rezultati që misionin që ata kanë parë domethënë bëhet realitet. Momenti pasi që kanë arritur pra. E kanë arritur dhe vjen në jetë fëmia, baza kryesore është që nëna mos të dorëzohet, thash tek lindja cezariane, nëse e ka mundsinë, mos të dorëzohet te gjithëdhënia dhe mos të shpejtohet edhe te pjesa e vaksinimit nëse nuk është e nevojshme dhe nuk është bërë adresimi i duhur, nuk është bërë ekzaminimi i duhur për të parë që ky fëmijë a ka problematika, ka deficiencë, ka ngarkesë toksike, ka ngarkesa të larta të metaleve, domethënë këto janë 3 çështje jetike sepse mbi këtë ndërto, domethënë është ajo çfarë vjen pas jeta e një individi. Dhe ky njeri në momenti që ka themele të shëndetshme dhe struktura e shtëpisë tij dhe jeta e tij do jetë e shëndetshme. Domethënë ky është baza e kësaj gjë. Dhe pastaj edukata që ka krijuar nëna dhe babai domethënë për ta edukuar këtë fëmijë se si duhet ushqehet për ta mbajtur larg këtyre elementeve që ne folëm, ushqimet e shpejta, pallatinat, çokolladat, ushqimet e sheqerosura, domethënë dhe gjumi patjetër. Por që një fëmijë i shëndetshëm, me cikël biologjik të shëndetshëm, gjumin e ka të shëndetshëm. Sepse unë kam parë të gjitha nënat që janë gjithënëse dhe fëmia domethënë nëna ushqet shëndetshëm, edhe probleme digestive dhe fryrje të zorëve dhe problematika që krijojnë qarje të pakuptimta, domethënë është në nivele minimale, nuk është si çiftet e tjera që kanë problematika të pafundme dhe hasin domethënë në sfida goxha të mëdha në këtë drejtim. Se edhe në këtë rast, momenti që ne kurojmë nënën, se nuk mund të kurosh ti një fëmijë drejt për drejt pa kaluar moshën. Ne nuk ndërhyjmë para moshës 2 vjeç ti një fëmijë. Ama mund të ndërhyjmë tek nëna. Dhe momenti që ne edukojmë një nën dhe ushqejmë një nën shëndetshëm dhe kjo cilësi kalon nëpërmjet ushqimit, domethënë nëpërmjet gjirit, ky fëmijë do jetë shumë i shëndetshëm. Ne ndërhyrjen nuk mund ta bëjmë drejt për drejt fëmijë, ama te nëna ne mund ndërhyjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Doktor, faleminderit që isha në mamë. Me si të bëjmë.